Shqipëria në prangat e politikanëve, një analizë e rolit të liderëve politik në rënien e vendit. Në një vend si Shqipëria, të begatuar me bukuri natyrore dhe pasuri të pashfrytëzuara, realiteti i hidhur është sundimi i një kaste të konsumuar politike që prej dekadash mban peng zhvillimin. Kriza e thellë ekonomike, shoqërore dhe institucionale nuk është rastësi, por pasojë e drejtpërdrejtë e korrupsionit sistemik dhe abuzimit të pasurive publike nga një rreth i mbyllur pushtetarësh. Emrat e njohur si Edi Rama, Sali Berisha, Ilir Meta dhe Lulzim Basha përfaqësojnë jo shpresën për ndryshim, por ciklin e pafund të skandaleve, paaftësisë dhe tradhtisë ndaj interesit kombëtar. Në vend të ndërtimit të një shteti modern dhe të drejtë, ata kanë rënuar besimin e qytetarëve dhe kanë minuar çdo institucion që duhej të shërbente për publikun. Edi Rama, reforma të paqarta dhe korrupsioni i sistematizuar. Edi Rama, kryeministër që nga viti 2013 dhe lider i Partisë Socialiste, ka promovuar veten si një reformator modern. Megjithatë, gjatë mandateve të tij, Shqipëria ka përjetuar një rritje të shqetësueshme të korrupsionit në projekte publike. Një nga skandalet më të rëndësishme është skandali i inceneratorëve 2019-2021, ku qeveria përdori fonde europiane për të ndërtuar incinerator jo efektiv, duke shpërblyer kompani afër PS me kontrata të dyshimta. Hetimet zbuluan që këto projekte u financuan me qëllim të pastër të zhveshjes së buxhetit, duke shkuar deri në 70 milion euro. Përveç kësaj, menaxhimi i katastrofave natyrore, si tërmeti i vitit 2019 dhe pandemia e COVID-19, u kritikua ashpër për mungesë transparence dhe shpërndarje të çoroditur të ndihmave. Rama gjithashtu nisi një fushat të diskutueshme të rijetësimit urban në Tiranë, duke shkatëruar ndërtesa historike pa konsultim publik, një proces i quajtur nga kritikët si betonizim i egër. Sali Berisha, legjenda e korrupsionit dhe tragjedia e 1997. Sali Berisha, lider i Partisë Demokratike dhe ish kryeministër 2005-2013, është një figurë polarizuese. Karriera e tij e mbushur me skandale filloi që në vitet 90, kur Shqipëria u rrëzua në kaos gjatë skemave piramidale 1997. Një krizë e lidhur ngushtë me mungesën e rregullave financiare nën qeverimin e tij. Në vitin 2008, eksplozioni i Gerdecit, ku 26 veta u vranë gjatë shkatërimit të municionit, zbuloi marrëdhënie të errëta mes qeverisë së Berishës dhe kontraktuesve të palicencuar. Në 2021, Shtetet e Bashkuara e sankcionuan publikisht Berishën për korrupsion, duke akuzuar për përfshirje të drejtpërdrejtë në shkelje të mëdha të ndershmërisë publike. Djali i tij, Shkëlzen, është hetuar gjithashtu për pasuri të pashpjegueshme. Kritikët argumentojnë se Berisha ka krijuar një sistem klientelist, ku pozitat publike shkëmbehen me mbështetje elektorale. Ilir Meta, manipulimi i sistemeve dhe regjistrime të ardhurave. Ish presidenti Ilir Meta, 2017-2022 dhe themeluesi i Lëvizjes Socialiste për Integrim, ka qenë në qendër të debatit për abuzime të shumta. Një moment kyç në karrierën e tij ishte audio e vitit 2017, ku Meta dhe bashkëshortja e tij, të cilën e caktoi si kreu e Institutit të Sigurimeve Shoqërore, diskutuan manipulimin e zgjedhjeve. Gjatë mandatit të tij si kryeministër 1999-2002, Meta përdori institucionet për të forcuar influencën personale, duke përfshirë akuzat për blerje votash dhe shpërndarje të pasurive publike për lehtësime elektorale. Në 2021, Parlamenti Shqiptar e hoqi Metën nga posti i presidentit për shkelje kushtetuese, pasi ai u akuzua për ndërhyrje në zgjedhje. Meta mbetet një figurë kontroversale e lidhur me marrëdhënie të errëta me biznese private. Lulzim Basha, opozita e dobët dhe rënja e PD. Lulzim Basha, lider i Partisë Demokratike 2013-2022, dështoi të rizgjojë besimin në opozitën shqiptare. Në drejtimin e tij, PD humbi zgjedhjet e 2017 dhe 2021, duke u bërë simbol i një opozite të paaftë dhe të ndarë. Basha kritikohet për aleancën e paqëndrueshme me Ilir Metën në 2019, një lëvizje e cila çoi në fragmentimin e PD-s dhe humbjen e mbështetjes publike. Përveç kësaj, Basha nuk arriti të ofronte alternativa konkrete ndaj politikave të Ramës, duke e lënë vendin pa një vizion të qartë për reforma. Pas disfatës në 2021, ai u detyrua të dorëzohej, duke lënë PD-n në krizë liderësh të thellë. Pasojat, një komb në mjerim.
Kumulativi i veprimeve të këtyre politikanëve ka lënë Shqipërinë në një gjendje të rëndë. Ekonomia, 23% e popullsisë jeton në varfëri, rritja ekonomike varet kryesisht nga rimitetet dhe investimet e jashtme. Emigrimi, 40% e të rinjve dëshirojnë të largohen për shkak të mungesës së mundësive. Korrupsioni, sipas Transparency International, Shqipëria është në vendin 104 nga 180 në indeksin e perceptimit të korrupsionit 2023. Integrimi Europian, negociatat me BE nisin me vonesë të madhe për shkak të mungesës së reformave në drejtësi dhe luftën ndaj korrupsionit. A ka shpresë? Shqiptarët janë të lodhur nga premtime të bazuara në retorikë boshe. Protestat e vazhdueshme, si ato kundër prishjes së parkut të liçenit në Tiranë ose kundër korrupsionit në 2019, tregojnë një dëshirë për ndryshim. Sfida kryesore është krijimi i një klase politike të re, e cila prioritizon interesin kombëtar dhe transparencën. Pa një lëvizje të tillë, Shqipëria do të vazhdojë të humbasë çdo pëllëmb të saj në duart e të korruptuarve.